Pastaj duhet ta dimë se përgjegjësia e ruajtjes së shoqërisë nga devimi është e të gjithëve. Nuk është përgjegjësia vetëm një shtresë të caktuar të shoqërisë. Sepse në këtë aspekt shumë njerëz e keq kuptojnë dhe mendojnë se ajo është vetëm përgjegjësia e njerëzve të fesë, hoxhallarëve, apo atyre që merren profesionalisht me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Spaku në Islam, në fenë e Allahut subhanahu wa taala, kjo gjë nuk është e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala të gjithë i ka obliguar me përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pejgamberi alayhis salam thot secili prej jush jeni bari dhe secili prej jush jeni përgjegjës për tufën tuaj. Secili prej jush, pa marrë parasysh se mosha apo profesioni apo çka do qoftë ai. Po edhe nëse është mësues, është përgjegjës për ata me të cilët kontakton, sepse nëse ai nuk ua sqaron fenë e Allahut subhanahu wa taala, në ditën e gjykimit ata do të jenë armiq të tij dhe do ta përdorin atë si argument para Allahut se nuk ua ka treguar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti pra nuk e të sqaron fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i thret njerëzit, në ditën e gjykimit ata do të jenë argument kundër teje. Ata do të jenë argument kundër teje dhe do të thonë ja Rab, ja ku është robit, me të kena ndejt, me të kena bisedu, asnjëherë nuk na ka tregu se kjo do të ndodhë. Nuk e kena dit, ja Rab. Do të mundohen që ty të të marrin si argument për devijimin e tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka bërë qartë se çdo besimtar i cili e sheh një të keqe, qoftë e vogël apo e madhe, duhet ta ndryshojë atë me aq sa ka mundësi. Thot pejgamberi alayhis salam, men ra'a minkum munkaran, kush prej jush e shef një dukuri të keqe, një vepër të keqe, diçka negative që ndodh në prezencën e tij, falyughayyirhu bi yadihi, le ta ndryshoj me dorën e tij, është për qëllim me fuqi pra. Nëse ka mundësi dhe nuk sjell dëm, një metodë e tillë ndryshimit duhet ta ndryshoj në këtë metodë. Dhe kjo posaçërisht pra për kryetarin e familjes, pra për kryetarin për babain në shtëpinë e tij. Disa gjëra duhet t'i ndroj me dorën e tij. Disa të këqija që i shef në shtëpi, për shembull, naudhubillah, nëse e sheh se fëmijët e tij kanë sjellur alkool në shtëpi, apo çka është më e keqe, ndonjë substancë narkotike, atëherë padyshim se duhet me dorë ta largoj atë, ta djeg dhe ta shkatroj dhe ta përdor deri diku forcën e tij për t'i larguar disa të këqija prej shtëpisë së tij. Po ashtu ai musliman që ka kompetenca mbi një organizat, mbi një vend apo mbi një shoqëri, mbi një grumbull njerëzish, disa gjëra duhet t'i bëj me dorën e tij. E sheh për shembull se në organizatën e tij njëri prej antarëve, për shembull nëse është organizatë tregtare, njëri prej antarëve merret me kamat, po e shfrytëzon organizatën e tij për kamat. Atëherë duhet ta shfrytëzoj metodën e largimit të së keqes me dorën e tij. Ta përjashtoj apo ato para që janë mbledh prej kamatës t'i largoj prej aty, e kështu me radhë.